Ne në këtë pikë i qëndrojmë dhe respektojmë qëndrimin publik, por dhe të mbrojtjes së kolegës tonë Belinda Balluku. Përjedhoj në vlerësimin e kërkesës provurisë posaçme sa i takon zëvendësimit të masës së sigurimit personal të ndalimit të daljes jashtë shtetit me masën më të rëndë që parashikon kodi ato të arrestit në burg, ne jemi ndaluar në vlerësimin tonë vetëm sa i takon strikt nevojës rëndimit të nevojave të masës sigurimit dhe nëse përmbushen kushtet ligjore për zëvendësimin e kësaj mase, sa i takon rreziku të prishjes provave, rreziku të ikjes dhe rreziku të kryesë një vepre penale më të rëndë. Është me interes për publikun, por dhe ju të nderuar kolegë deputet, të theksot një fakt me shumë rëndësi. Në vlerësimin tonë jemi bazuar strikt në provat dhe arsyetimin që bashkëshoqëron kërkesën e provurisë posaçme. Dhe i kemi qëndruar besnik në 288 kodit procedurës penale dhe nuk kemi bërë një analizë apo vlerësim gjyqësor të provave. Nuk është ky roli i kuvendit. Roli i kuvendit është ai një kontrolli kushtetues dhe parlamentar nëse kërkesa e ardhur nga provuria posaçme është strikt procedurale. Tani në Këshill kemi patur diskutime. Raporti nuk arritëm të dalim me një raport të përbashkët, pasi opozita ka një qëndrim tjetër nga ne, dhe raporti që rekomandon dhënien e autorizimit fakt, që është i opozitës, i anëtarëve të Këshillit të mandateve i opozitës, mbron tezën se Kuvendi i Republikës Shqipërisë duhet kufizohet në një verifikim formal të kërkesës prokurorisë dhe të mos ndërhyjë fare në vlerësimin e nevojës masës sigurimit. Por në vlerësimin tonë si anëtar të Këshillit mandateve të shumicës, kjo qasje reduktuese në fakt nuk përputhet me frymën dhe funksionin e neni 73 Kushtetutës. Trajtimi i kërkesës provurisë posaçme në frymën dhe gërmën e normës kushtetuese përbën edhe thelbin e zgjidhjes së çështjes që shtrohet sot përpara Kuvendit të Shqipërisë. Neni 73 Kushtetutës i jep Kuvendit të Republikës së Shqipërisë një rol jo thjesht formal në disponimin për dhënien ose jo të autorizimit për arrestimin e një deputeti. Autorizimi është një akt vullneti relevant kushtetues i cili mbart përgjegjësi politike dhe juridike. Thonë më qartë, nëse dhënia e këtij autorizimi do të ishte i detyrueshëm sa herë kërkohet nga prokuroria, atëherë dispozita kushtetuese do të ishte e panevojshme. Dhe Kuvendi do të shndrohej në një organ formal, por pa rol real balancues në rastin konkret. E ka theksuar gjykata kushtetuese këtë në jurisprudencën e vet, edhe jurisprudenca e gjykatës europiane të drejtave të njerëzit, por dhe opinionet e vazhdueshme të Komisionit të Venecias. Imuniteti procedurial nuk mund të jetë privilegj personal, por garanci institucionale për mbrojtjen e funksionimit të lirë të Kuvendit. Kjo do të thotë se Kuvendi ka detyrimin të verifikojë nëse ndërhyrja në lirim personale është reale, e domosdoshme dhe proporcionale. Ky rol i rëndësishëm i Kuvendit del qartësisht nëse i referohemi rastit të ndalimit apo arrestimit të flagrans deputetit. Ku në nenin 73.3 Kushtetutës thuhet shprehmisht, nëse deputeti ndalohet apo arrestohet pa autorizim kur kapet kryerja e sipër të një krimi, pra rasti i flagrancës, apo më njëherë pas kryes krimit, drejtuesi i prokurorisë posaçme njofton më njëherë Kuvendin, i cili kur konstaton se nuk ka vend për procedim, vendos përheqjen e masës. Pra të nderuar koleg, nga ky parashikim kushtetues del qartë se roli i Kuvendit në shqyrtimin e kërkesës për dhënie autorizimi për arrest ndaj një anëtari të Kuvendit nuk është formal, por thelbësor për natyrën e shqyrtimit që bën Kuvendi. Kuvendi në këtë rast kur konstaton se nuk janë respektuar kushtet dhe kriteret procedurale që kanë cënuar lirinë personale të një anëtari të tij, merr atribute që i rezervohen gjyqësorit. Dhe kjo është tërësisht në frymën e nenit 73.3 të Kushtetutës. Përkundër këtij qëndrimi,
Nëse Kuvendi voton formalisht mbi bazën e kërkesës së organit akuzës, atëherë ai heq dorë nga funksioni i tij kushtetues dhe dobëson parimin e ndarjes pushteteve. Shumë shkurt, të jemi të qartë për opinionin publik. Imuniteti për hetimin dhe ndjekjen penale në Shqipëri nuk ekziston më pas ndryshimeve kushtetuese të vitit 2012. Deputeti hetohet, ndiqet si çdo shtetas tjetër në Republikën e Shqipërisë, ndaj tij mund të caktohen masat sigurimit personal nga ndalimi i daljes jashtë shtetit deri tek arresti në shtëpi ose në burg. Por kushtetuta ka ruajtur një imunitet procedurial të kufizuar për masat që prekin drejt për drejti lirinë personale, ku për arrestimin kërkohet autorizimi paraprak nga Kuvendi. Por kjo nuk duhet konsideruar një mburojtje personale, por një mekanizëm institucional balancues. Dhe sot që flasim, ndaj deputetes Belinda Balluku ka një hetim penal të filluar nga pruria posaçme qysh në gushtin e vitit 2024. Deputetja Belinda Balluku ka një mas sigurimi personal, atë të ndalimit të daljes jashtë shtetit. Prokuroria e posaçme po heton lirisht dhe nuk po pengohet në ushtrimin e kompetencave kushtetuese dhe proceduriale sa i takon ndjekjes penale dhe hetimit. Por, sa i takon kërkesës për zëvendësimin e masës, sigurisht kompetenca përfundimtare për dhënien ose jo të autorizimit i takon seancës plenare të Kuvendit të Shqipërisë, pasi merr një raport rekomandues nga Këshilli për rregulloren, mandatet dhe imunitetin. Pretendimet se Kuvendi, duke u kujdesur për të garantuar parimin e ligjshmërisë, parimin e sigurisë juridike, ndarjen e pushteteve, barazim para ligjit dhe parimin e pavarësisë hetimit, të garantuara nga nenet 4, 7, 18, 42 dhe 148 dytë Kushtetutës Republikës Shqipërisë, pengon drejtësinë, nuk kanë bazë kushtetuese dhe ligjore, por janë tërësisht pretendimet natyrës politike. Përkundrazi, vendosja e kufive të qartë për respektimin e secilit prej këtyre parimeve e bën në vetvete procesin penal më garantues sa i takon procesit rregullt ligjor. Tani unë nuk dua të ndalem tek procedura parlamentare, e shpjegoi Taulanti, ne kemi zhvilluar 2 mbledhje, një në datën 19 dhjetor dhe një në datën 23 shkurt vitit 2026, dhe vijimi i mbledhjes dytë nga data 19 dhjetor në datën 23 shkurt 2026, morëm në konsiderat vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila ishte vënë lëvizje nga kryeministri dhe Këshilli i Ministrave për zgjidhjen e një konflikti kompetence ndërmjet qeverisë dhe kryeministrit nga njëra anë dhe gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nga ana tjetër, sa i takon pezullimit nga detyrat një antarit të Këshillit të Ministrave, si dhe interpretimin e nenit 103 të Kushtetutës, që ka të bëjë me shtrihen e imunitetit të deputetit mbi antarin e Këshillit të Ministrave. Sigurisht, gjykata kushtetuese dha një vendim procedurial, 4-4, sipas ligjit të saj organik, dhe nuk arriti të jap një vendim themeli sa i takon konfliktit kompetencave mes Këshillit të Ministrave, kryeministrit dhe gjykatës posaçme kundër korrupsionit në anën tjetër. Fakti që ne pritëm vendimin e gjykatës kushtetuese dëshmon edhe një herë seriozitetin dhe përgjegjësinë tonë në trajtimin e kësaj kërkese. Dhe ky fakt, le të themi, pra pritja e vendimit gjykatës kushtetuese, në të njëjtën linjë me ne si Këshill Mandatësh, u bë edhe nga gjykata e posaçme e apelit, e cila sa i takon masës pezullimit nga detyra, priti dhe respektoi vendimin e gjykatës kushtetuese. Rrethanat faktike të çështjes janë të tilla: në gusht 2024-s, në shtator 2024-s dhe në qershor të vitit 2025 janë 3 procedime penale të bashkuara në një,
për veprën penale të shkeljes së barazisë të pjesëmarrësve në tendra apo angande publike, të parashikuar nga neni 258.2 i Kodit Penal. Masa e sigurimit personal